Ai klienti dash me pagu për një operim në Zvicër 6.400 frank franqize edhe selbstbehalt. Shumë njerëz e zgjedhin francizën 2.500 franga se kursejnë afër 1.400 franga në vit. Secili prej juve din ç'është funksionon franciza në Zvicër. Pit parë janar deri me 31 dhjetor dosh me pagu çdo herë francizën që shkon te mjeku, që merr hapa, që shkon në fizioterapi ose që e kini operim. Shumë e thjesht edhe kuptueshme. Me klientit e mi ka ndodhur kjo që ajo kon 28 dhjetor deri me 15 janar në spital edhe ka pas një operim. Ai gjatë vitit nuk e ka përdor francizën, do më thonë ajo dash me pagu prej 28 dhjetor deri me 31 dhjetor 2.500 frank francizën edhe plus 10% deri në 700 frank selbstbehalt. Edhe që ka fillu viti i ri, pit parë janar deri me 15 janar, ajo dash me pagu prap apet francizën se pit parë janar fillon franciza apet pizaros, o dash me pagu 2.500 frank edhe plus 10% deri në 700 frank selbstbehalt, që i bjen apet 3.200 frank. Ai klienti dash me pagu për një operim në Zvicër 6.400 frank franqize edhe selbstbehalt. Ai mo francizën normalisht nuk e zgjidh më 2.500 frank, po ka produkte në sigurime që mundesh ti çato 2.500 frank me siguru. Për çfarë arsye informov të sigurimi yt, a është çaj produkt të sigurimi që mundesh me siguru çato 2.500 franga franqize.